Para të shohim një moment nga një film që do kuptoni shumë mirë, kse qef shkulla shumë atë film, do kuptoni se si bëhet lufta. Le të shohim pak të kulla. Ose të shohim filmin dhe pastaj të shohim imazh dhe urës. Ja, plase pak filmin le dio. Dëgjoni me vëmendje. Po mos ai nga ekrani mua dhe kullën le dio po munde. Ose mba kullën ose mua nuk ka si kullën më shumë. Dhe lere filmi Hollywoodit. Filmi Hollywoodi i sa vite përpara? Oliver Stone-it, po. Oliver Stone-it, po. Per. Shikonin. Well, I know what I see, Mr. President. I see a world where in about 25 years, America's reserves are gone. And demand is up 30–40%. And we have 2 oceans blocking us from the world reserves. You think we're going to have allies then? We're at 5% of the world's population. We use 25% of its energy. You think Russia and China are going to help us out when they need those resources themselves? 80% of the world's future energy reserves are right here in Eurasia, where the prize ultimately lies. Oil, gas, water. Iraq alone, 10% of the world's reserves. 60 of 80 oil fields are still undeveloped. And probably another 100 billion gallons in their western desert. They're floating in a sea of oil. We have bases in more than 120 countries all over the world. We include Iraq, look what happens. We are at the fertile choke point of civilization. The Tigris-Euphrates, the biblical cradle. We drain the swamp, like Don says. We rebuild it. We develop its resources to the maximum. They own it, we run it. Pipelines, sea lanes, their resources finance the reconstruction. Nexus of power that won't be broken in our lifetime, if we stick to the plan. So what is our real exit strategy on Iraq, Dick? There is no exit. We stay. Pjesa më e bukur është kur I thot ai cila strategji e daljes, I thot ai thuaje, si quajmë sekretari shtetit. Colin Powell. Colin Powell ai që I thot nuk ka. Zëvendës presidenti. Dhe Bush I sfiste fare. Dhe Kondolesa Rice që është shef. Pra cila strategji e daljes, ma mirë do hyjmë në luftë, po cila është nuk ka. Pastaj çfarë thon brava? Dhe pastaj thotë që jo, nuk ka dhe pastaj thoshte një ne atje, po s'vazhdon të më përkthimi. Jo, po flet për Iranin pastaj. Dorim. We stay, thoshte. We stay. Ne dorim, nuk ka dorim atje. Po flisim për Irakun, a? Ky është për Irakun. Dhe pastaj flet për Iranin. Pse vazhdon dhe për Iranin, bravo. Po se lan të Iranin, e pse mon vetëm këtë? Ti fol me Ledion. Ti vetë doje që ishte vetëm të Irakut, do dhe Iranin bashkë. Nuk ka analizë më të mirë geopolitike se ajo që ka bërë zëvendës presidenti Dick Cheney. Sa është fiction nga kjo që pamë të ky film, dhe sa është Ki parasysh dhe sa është reale. Këto lloj filmash kur bëhen, duke qenë që janë filmat Hollywoodit dhe kur kushtojnë shumë, këto marrin shumë nga dokumentat reale, nga mbledhjet sekrete, nga dokumentat reale dhe nga dëshmitë. Pra nuk është dhe aq fiction thua ti. Jo, është shumë real, se nuk është një nga filmat më të bukur. Është e njëjta situatë në Iran ku do tani? Pra nuk do kenë dalje këta? Do rinë atje? Jo, këta vetë thonë që ne nuk shkojmë për t'ikur, ne shkojmë për të qëndruar. Në rastin e Irakut ata qëndruan në fakt, se ata zbritën në tokë pra. Diferenca jo, gabimi u bë sepse Iraku u kthye në një Iran të dytë, sepse ata që morën pushtetin në Irak ishin shiitët. Po kjo është një analizë. Kjo është analizë tjetër, po. Po çështja është që në rastin e Irakut, na u tha që në atë kohë na u tha që ndërhyrja bëhej për arsye. Na e tha një ujë ose vdiqëm. Na u tha që arsye bëhej për demokracinë e tjerë. Ndërkohë presidenti Trump është I vetmi që nuk merret fare me demokracinë e me civilizimin e tjerë. Presidenti Trump është drejt për drejt. Bie regjimi se ne duam në pushtet një regjim që të na japin ne naftën dhe gazin, kështu që presidenti Trump është tërësisht I sinqert në marrëdhënie. Pra e thot qëllimin, e shpreh. Po. Nëse ata nuk e shprehin. Ata na thonin që do eksportojmë demokracinë edhe do importojmë. Nëse filmi s'bën gjë tjetër, vetë tregon në fakt. Tregon realitetin dhe presidenti Trump, ndryshe nga 20 vjet përpara, 23-24 vjet përpara, është më I drejt për drejt dhe më I sinqert. Bën atë që kanë bërë filmat,
deri po dje. është drejt për drejt, shiko, duhet të vlerësojmë një nga pjesët më të forta të presidentit Trump, anën e fortë të komunikimit, i cili është tepër i drejt për drejt në gjërat që thot dhe tepër i vërtet në gjërat që thot. Kjo ura konsiderohet si ura më e madhe në Iran, unë nuk e di ku është, ti mund më japësh në një informacion. Është goditur dje. Kjo lidh një nga qytetet kryesore të Iranit me Teheranin, është një nga urat kryesore, është 150 metra lartë, zëri fundit i teknologjisë rrugëve, dhe është goditur nga Amerikanët. Amerikanët pretendojnë se kjo ishte një nga urat që përdore shumë për transportin e mjeteve ushtarake të tjerë, ndërkohë iranianët pretendojnë që kjo ishte një urë që shërbente vetëm për qëllime civile të tjerë. Dhe presidenti Trump ka thënë që goditja e kësaj ure është pararendse e çfarë do të ndodhi Iranit nëse deri me datë 6 prill iranianët nuk japin një përgjigje pozitive për... Pra bëhet fjalë të hënën apo jo, Baron Afati? Po, bëhet fjalë që të hënën Baron Afati dhe nëse nuk ka një marrëveshje, atëherë do të ketë një goditje të objektivave të tjerë, pra siç ka thënë presidenti Trump, që janë centralet elektrike, uzinat e industrisë kimike, duke patur parasysh që Irani është një nga vendet më të zhvilluara në botë për çështjen e industrisë kimike, pra kjo është vetëm një pararëndje e asaj që do të ndodhi me vazhdimin e luftës. Pra kemi të bëjmë përkundër faktit që flitet që ka negociata e tjerë dhe në negociata në Zvicër. Po, në Zvicër. A flet dikush në Zvicër apo është fake news, se nuk po e kuptoj më. Unë mendoj që është fake news sepse mendoj që negociatat reale po ndodhin o në Oman ose në Pakistan ose mes këtyre dy vendeve, nëse ka negociata reale, pra ka faktorë... Po Teherani e pranon që ka negociata reale? Teherani pranon që po flet me palë të treta. Po pra. Po negociata reale nuk ka, pra Amerikan me Iranian. Pra ka negociata për të pas negociata. Palë treta që mund të jetë Kina për shumë në këtë rast. Jo, në rastin konkret flitet për dy vende që janë të pranueshëm për të dy, pra Pakistani dhe Omani. Jo Kina. Jo Kina. Kina dhe Rusia duket qartë që janë dy vendet që po vazhdojnë të bazë amerikane... Ndërkohë hakmarrja është e papar, kullas, sepse ndërkohë që amerikanët bombarduan të urën që me siguri që ose ajo përdoret edhe për qëllime ushtarake, është një gjë e mirë. Edhe sikur mos përdoret për qëllime ushtarake, po për qëllime civile, sërish ajo është një goditje nivelit shumë të lartë, sepse është goditur një nga infrastrukturat më të rëndësishme në Iranin e sotshëm. Dhe ne nuk e dim se ku është tamam kjo ura, në çan është midis, më thanë që është midis Teheranit dhe Karajit, po. Karaj apo Karazhi? Po, varet si lexon. Karaj tani është qytet? Po, është një qytet, po. Është midis Teheranit dhe Karajit, por nuk e di sa larg janë, nuk e se sa janë këto. Është një nga Është perëndim të Teheranit kjo. Po, është një nga infrastrukturat më të rëndësishme. Dhe pastaj iranianët janë përgjigjur me raketa duke goditur edhe një këtë bazë shumë të rëndësishme amerikane në Arabi Saudite, ku goditën para disa ditësh një avion... Po, pra, dhe këtu ka për namin, po. Dhe sërish kanë goditur avion të rëndësishëm... Shife. Ja, ku është. Kjo është ajo më duket, është F-35 kjo? Jo, është tjetër kjo. Ky është avion transportues. Dhe ky është transportues, ky dhe ky më duket se ishte në bazë amerikane në Kuvajt, më duket. Jo, apo në Saudi, në Arabi Saudite. Në Saudi. Tani janë bërë lëm shkollat, janë dhe ngjashme shumë fotot, ë? Janë goditur gjitha bazat në rajon, nuk është se më ka një bazë e cila s'është goditur nga deti Mesdhe, pra nga Qipro e këte janë goditur paka shumë gjitha bazat. Ku ka pas më shumë dëm dhe ku ka pas më pak dëm, po janë goditur gjitha bazat. Imagjino sikur tani amerikanët të mos kishin sjell flotën e vetë edhe në Mesdhe, edhe aty në Oqeanin Indian, dhe iranianët t'i kishin bërë këto goditje pa qenë mbrojtje amerikane, se është dëshmuar që tjerët s'kan mbrojtje, dhe nëse ka funksionuar deri tani sistemi mbrojtjes, është pikërisht sistemi mbrojtjes që kanë sjellë amerikanët. Imagjino sikur të mos ishte sistemi mbrojtjes amerikanët, çfarë dëmesh tjera do kishte pas rajone. Po jo, po prap, ideja është kjo kulla, që si ka mos nuk funksionojnë pra. Jo, kanë funksionuar, po tash nga ndonjë dhe e kap thua ti. Jo ndonjë dhe e kap, tash sipas burimeve serioze thuhet që në çdo 3 raketa 2 kalojnë, sipas burimeve të mia thuhet që në çdo 3 raketa 1 kalon. Po sërish edhe një të kaloj, pra edhe një raket nga këto të bin Tel Aviv e bën lagje ku bie bën gaz. Ky avioni që po shohim që është në Saudi apo jo kulla? Po. Që është avion Jo, ai ishte avioni Avax para disa ditësh. Po pra, është ky i shohim tani në foto? Jo, është tjetër. Avax. Po, ky është avion transporti. Avax më thon me radar që me radarët e avioneve të flasim njëri tjetrin. Po, Avaxi kushton $1 miliard.
Pyta, ose KC-135 për rifurnizim. C-135 është për rifurnizim dhe për transport ushtarak. Për transport trupash, transport... Me kerosin, që është kerosia? Kerozene është karburanti avionve. Dhe si quhet kjo? Kerozen. Kerozen është shqip kjo? Kerozen është në anglisht e gjuhë ndërkombëtare. Fyta... E o kulla, tani, me që jemi të imazhet, nuk e di Ledio, i qova mesazh tani, 2 minuta të Ledio, po. Se nga që e kishë shnuar vetë Ledio këtu të kjo të zëllëja, dhe thash, mos do shta e ke kot, të fusim qik, para se të kalonim të këse, na kemi dhe qerekore me kullon, ndërko po bëhen gati, më thonë, Marsit Gubi dhe Sebastian Zonja, për të vazhduar me zhvillimet e tjera, ndoshta jo në Iran, por më afër këti nga anet, dhe më thonë, në Albanistan. Ndërko që janë këto kulla, kjo kemi mash tani që po shikon këto kulla, kjo është US. Ky është Avaxi. Ky është Avaxi. Është godit dhe ky? Po, ky është goditur para disa ditësh, 3 ose 4. Në tokë? Në tokë, po. Në bazën... Ky ishte në Saudi, më duket? Po, në bazën e Saudit. Ja. Un deuxième avion américain a battu Paris-Iran aujourd'hui. F-15. Unë më dova se e kishe këshu o plak, më dova se e kishe video, po ti e paske vetëm foto. Kjo është a battu Paris-Iran aujourd'hui. Ky është po, ky është lajmi i fundit i F-15-s kulla apo jo? Ky është F-15. Jo, nuk është ky. Pra është një avion i dytë, jo, nuk është ky. Pra F-15 është shfrytzuar sot, ky është i dytë. Pra ka një lajm për një avion të dytë që është shfrytzuar. Prandaj quhet lajmi i fundit. Ky është F-15 ose është F-22 Raptori, po. Do të thonë është kjo gjenerata e këtyre avionëve. Tani është zhëzuar apo jo i dyti, apo është? Pra është një lajmi është që një avion i dytë është shfrytzuar. Pra nuk është në ekran ndoshta, po mund të jetë një avion tjetër. Le tjetër. ta sqarojnë, iranianët pretendojnë se kanë rrëzuar 2 avion. Pentagoni konfirmon që është rrëzuar 1. Tani ne do ta shohim. Nëse është ky atëri bie që të jetë një Raptor, domethënë dhe po do ta shohim sepse deri më shkuat e zëlëja plak, se nuk kaloj dot nga zëlëja te. Deri nesër në mëngjes do kemi konfirmimin nëse ka një avion tjetër. Kaloj te zëlëja, të lutem. Dgjoj, është A10-a më thon kulla. Ky është A10-a. Ky shohim këtu. Është A10 thon, A10 Warthog. Warthog lexohet. Po, është sulmuar A10 Warthog, i cili është goditur pranë ngushticës së Ormuzit. Kam dërguar një link. Ky është goditur Ky është goditur në jug, që s'ka lidhje me goditjen e avionit tjetër. Pra, sipas New York Timesit, lajmi është ky. Është sot. Po e lexoj tani në Ky është një avion tjetër dhe nëse është New York Times është prapë një burim amerikan që konfirmon. Që do ja prita që mbledhin. Po lexoj lajmin, po e përkthej lajmin live nga linku i BFM-s. Çfarë thot? Sipas New York Times, një avion i dytë sulmues i ushtrisë amerikane është goditur në regionin e Gjirit Persik dhe me një pilot të vetëm në bord, i cili është shpëtuar dhe është i shpëtuar, po. Gjithmonë, sipas New York Timesit, që citon 2 përgjegjës amerikan, avioni i sulmit A10 Warthog është goditur pranë ngushticës së Ormuzit, pak momente pasi ose përpara goditjes së F-15-s, i cili ka rënë sot në Iran. Prit, tani kam një lajm tjetër që më vjen nga mediat iraniane. Tani ushtru emisioni, jepi kulla. Televizioni shtetor iranian ka raportuar se një shpërblim do t'ju afrohet kujdo që ka pilotin amerikan. Ndërkohë të marrë. Jo, vazhdo ti, fol të Maçi Kon. Majorin Smith. Maçi Gujrat. Kushdo që kap majorin Smith gjallë do të ketë një shpërblim financiar. Është lajmi tani i fundit. Po, është i fundit, që vjen nga mediat. Për një sekond që mos dal para kamerës, para të Kjo tregon që jemi live. Po, jemi live burr. Kështu që çfarë bën zonë të lirë. Çfarë ishte kjo? Pra, qeveria iraniane ka ofruar nëpërmjet agjencisë së vet shtetërore një shpërblim të majm për secilin që kap gjallë atë pilotin që nuk po gjen. Majorin Smith. Smith quhet i shkreti. Dgjoj. Po, nuk din gjë. Ajo që bën shpecia interneti sa shkruan lajmet. Po çfarë fleto? Si ka ndryshuar dhe natyra e luftës. Është e frikshme shumë gjëra. Ndërkohë ne shpresojmë që vërtet Majori Smith të shpëtojë edhe të kemi Pale kufshie tani ai atje kulla.
Po imagjino se kjo Pra, ngjarja ka ndodhur para 7-8 orësh tashmë. Kjo është një luftë më vete, tash imagjino sa njerëz janë shuar gjithashtu dhe sa tjerë janë shuar që ta kapin. shpëtojnë dhe familja imagjino çfarë ankthi kanë familjarët në këtë rast. Të cilët e marrin vesh nëpërmjet internetit që i afërmi tyre ka këtë situatë. Majori Smith. Është dhe fotoja e Smithit. E kemi foton? Ja t'ja çoj let. Nisja që letja, tamam. Ha? E bukur është. Ja t'ja çoj. Kemi kohë, vlla, prisja janë pauzat bukura shumë, mos e vëna mendje plak. Vendoj se u je në shtëpi, Ja çova Ledios, ka Ledios. Çfarë perle, ej, gjyna Majori Smith, markulla, gjyna, por si u ka thënë disa amerikanë të shkret shumë, por që daja të shkret që duhet të merren me hordhit atje, i çmendën hordhit. Çdo luftë ka ndodhur kështu gjëra. Ka dhe një lajm tjetër që Izraeli ka ndaluar të gjitha goditjet në Iran për gjatë kohës kërkimit pilotit amerikan. Ma normal, minimumi që mund të bëhet, e kupton? Normal. E kupton tani se ç'bëhet vëlla. Jo, unë imagjinoj se duke qenë prind vetë, imagjinojmë familjen e atij shkretit. E në rudin sa vjeç është Majori Smith? Ja çova foton, i ri duhet jetë, përderisa është major, i bit në moshën 35 vjeç diku. Pilotët nuk fluturojnë shumë gjatë, për shkak të viteve tjetër që kanë. Ndërkohë po presin ta nxjerrë foto Ledion, Lediot na nxjerrë foton e Majori Smith, janë nisë besoj. Po, janë nisë. A10 që po shohim kulla, ky A10, më thon, A10 Warthog, nuk di ç'më thon Warthog në shqip. Si ta përkthejmë, apo është emër? Warthog ç'do më thon. Nuk do të më thon asgjë. Është avion legjendar, më thon. Është shumë i avashtë në qëllim dhe godet me plumba, thot. Super bish avion. Është shumë aktiv mbi Irak dhe në Hormuz duke goditur flotën iraniane. Ndaj dhe hëngri. Se i afrohet tyre, e kupton? Atë nuk e ka goditur flota, domethënë. Imagjinojmë që edhe ky është goditur me raketa, dhe prandaj po them që iranianët se dim pra, sa jesën dhe gadal. S'ka rëndësi prap me S-300, S-400, nuk ka sisteme tjera që mund të rrëzojnë këta lloj avionesh. Dhe lajmin e kullës, më thonë Çani, është super rëndësishëm, e kanë dhënë që lajmin e shpërblimit e kanë dhënë dhe kanalet greke, po Sky Star, normal. E ka dhënë gjitha kanalet, jo vetëm greke, Kerosen është vajgur, thot. Kerosen është vajguri? Keroseni, pra? Pyta, kerosen, po. Djetë, sepse është support toksor, clear, cause sport, Oçani thotë, më thonë, Oçani ishtë bënë një koronesh francez, një koroner amerikan në listë e Al Jazeera, me lexuam, Oçani dhe A10 dhe ka rënë në Hormuz dhe shpëtuar piloti. Është A10 dhe ka rënë në Hormuz dhe shpëtuar piloti. Qa thot ky? Kosta, qa duke thënë? Lë Kosta. Lë Kosta, nuk është Lat Kosta, plak. Lë Kosta. Se di ndoshta ai. Më të Çani A10 dhe ka rënë në Hormuz, thot. Çani është A10 dhe ka rënë në Hormuz, është shpëtuar piloti. Tani ky është lajmi i fundit. Po ky është i fundit i fundit. Është i fundit Ky është fare. lajmi i fundit, po. Po pilotin e zdim që këtu redi. Piloti është shpëtuar, pra. I këtij. Po, pra, po. Po ky është lajmi që lexova më pak më parë. Po pritani se u bëm lëmsh. Jo. Është tjetër ai që po Tjetër ai dhe Ja tjetër. 10-s, ja 10-s. Sepse ai është afër Teheranit, kurse ky është në Hormuz, Ngushtisë në Hormuz, në jug. Shiko, Çan, avantazhi i internetit të jep, bota ka ndryshuar me ritmin e internetit dhe avantazhi i internetit të jep mundësi, ku është fotoja e Majori Smith. Ky është Majori. Po. Se shohim mirë drejtë. Me se unë se shoh mirë, po duket. Çfarë thotë Ledi atje? Ja me djalin. Iran State TV offers Ka ofruar shpërblim për kapjen e Majori Smith gjallë. mikrofonat urgjense jemi vonë. S'ka? Qa s'ka? Se vetëm një ka kulla? Nuk bëjmë Duhet shkojmë bëjmë qokat njerë, pastaj të vëmë mikrofonat. Asa më pëlqen. Ka radhë puna. Ka lezet më burë. Faqa perle. Akoma s'po mësojmë. Avion e ngiste piloti Ludvig, thot, ish vështirë të gjende një pilot me i ligë. Qa perle, poezi, ej. Kush e tha këtë? Një miku jonë, kulla, sa them do të emrin. Është një poezi e vjetër. Jo që se e bukur është. Kjo është abuzosh. Po jo, është poezi e vjetër, o kulla. Avionin e ngiste piloti Ludvig, është ruski Ludvigu, pra. Jo, Ludvig s'mund t'jetë rusë. Po qa është Ludvig? Gjerman? Gjerman. Pripa nazist. Avionin e ngiste piloti Ludvig, ish vështirë të gjende një pilot mi ligë. A thua? Qarë perle. Ani më thuaj, kush e ka bërë të poezi, se nuk është të ndja kjo. Kush e ka bërë, më thuaj autorin poshtë, la. Avionin e ngiste. Qarë perle, e ngiste. Jo, ngiste është tipike Korçare, po. Korçare është? Po. Se ti thua, mund t'jetë Korç, Dritroj? Kolonjë, Pogradec. Mund t'jetë Dritroj? Ja, më se di, ndoshta. E ngiste piloti Ludvig, ish vështirë të gjende një pilot me i ligë. Nese, para se t'i iki kulla,
jemi në pritje të... Kemi komentet e njerëzve? Jo, s'kemi Pyetje sot. përgjigje. S'kemi sot. Kemi pyetje përgjigje. Po nuk e shikon që mungon iPadi. S'na kishte marrë ajo pra, kulla. Teknologjia her pas here. Kishin fut prizën e kujtonim se i kishin futur. Fakta ishte jashtë. Prandaj gjithmonë duhet të konfirmoni mirë, futeni tamam. Po të mbetet pak jashtë. Nuk është se na ka sabotuar Razvati për shkakun. Jo, nuk besoj se është kjo, jo. Kemi. Jo, po ishte çështje thjesht. Ke parasysh? Çështje është çështje që kur nuk zë mirë, nuk merr karikim më burr. Shka që thjesht, më ndodhe mua me celularin her pas here. Keni dështuar. Do ta çosh deri në fund, domethënë. Po pra, do të kur e çon. Do ta shtysh deri në fund. Bravo, kur e çon, ke parasysh do të jetë pam që do të dëgjohet zhurma. Ndryshe po e bëre, s'dëgjohet zhurma. Ora është 21:55 minuta, me qëra fjala, nuk do iki me kullën në këtë 5 minutë të fundit, sepse kemi lufta ka dhe batuta, ka dhe... Lufta mbi gjithë është biznes, çamë. është biznes, po ka dhe retorika interesante. Po sigurisht. Ka dhe këshu, ka dhe bullizma. Trumpi si njeri që njifet tashmë, si lider që njifet tashmë për gjuhën e tij të drejt për drejt, kulla dhe pa... Unë me të drejtën e adhuroj në faktin që ai qa mendon e thot. Është gjuha e komunikimi i tij edhe në këto 40 ditë luftë. Ai ka qenë jashtëzakonshëm, në asnjë moment ai nuk ka fshehur, ka qenë drejt për drejt. Jashtë që bëri nga inati tani që Franca jo vetëm që nuk merr pjesë në luftë, që i ka thënë ai hajde na ndihmo, po Franca arriti tani vllai mbylli dhe hapësirën ajrore e amerikanëve. Kur e mbylli dhe Austria, që do të çonin po nëse po Franca ka qenë aleat gjithmonë. Franca është ushtri e rëndësishme e NATO-s dhe aleancë. Dhe e bukur është e di pse e mbylli, po dëgjoja këta kolegët tu francezë. Sepse avioni amerikan nuk do nisej për të bombarduar, po do shkonte në Izrael të linte gjëra ushtarake, materiale ushtarake të rëndësishme, me shumë vlerë. Dhe thanë, po të mos ishte Izraeli, mund të kishte kaluar, po mos shkojnë në Izrael. E pas ka me Izraeli problemi në Francë. Kanë kohë që haron. Po dhe ministri Crosetto, ministri mbrojtjes italis, i hoqi drejtën amerikanëve të përdorimit bazës Sigoneles, asaj që është në Catania. Jo kësa në Aviano. Jo, asaj në Catania, ke parasysh në krahët avionit Catania. Pra edhe Meloni fatikisht, po i ashtu Trumpit, po e reziston. S'është puna se po e reziston. Problemi është që ka një, me sa duket ka një qëndrim europian që mos përzihen drejt për drejt në luftë, edhe kjo e ka nervozuar presidentin Trump, i cili ka deklaruar qartë që ne, nëse ju vazhdoni kështu, ne do dalim nga NATO. Pikërisht pra. Ne s'kishim fabull tjetër apo jo? E kishim këtë, apo kemi fabull tjetër? Plasën e dio fabullun tjetër, të shofim Trumpin. E kemi, se kemi. Suits, seriali pa parë në Netflix. Suits. Trump do dalim nga NATO, blof, apo mund të bëj vërtet, jemi në minutët e fundit me kullën, le të shohim Trumpin sa i nxehur që është dhe çfarë i thot Macronit, që kësa radhe e ka tallur rënd, si të thuash, tallje, po është një tallje, thënë drejtën, është nën brez kjo, sigurisht njifet Trump për të gjëra, ndërkohë duhet kishim edhe atë reagimin e Macronit, i cili nuk është përgjigjur, ka thënë nuk është elegante, tha dhe nuk kanë ndërmend të përgjigjen. Kaq e kishte shtyrë, e kishte kaluar me kaq komenti, është serioze lufta kishte thënë etj etj. Jashtë thot Trumpi përgjithësi se keni parë për Macronin, shikoni. Of France, Macron, whose wife treats him extremely badly. And he's still recovering from the right to the jaw. And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf, even though we're setting records and knocking out ballistic missiles. We'd love to have some help. If you could you please send ships immediately? No. We cannot do that, Donald. We can do that after the war is won. I said, no, I don't need after the war is won, Emmanuel. Many of them said, learned about NATO. NATO won't be there if we ever have the big one. You know what I mean by the big one? We ever have the big one, hopefully we won't. Relationships very good with the big one, better than with NATO. Unë i thash Emanuele, ai no, Donald, no, Donald. Ai emiton dhe në mënyrën franceze. Po, mande, no, Donald, no, Emanuel, po kur thotë Emanuel, dhe bën zërin kështu. Tipi nga ana tjetër është treguar i qetë, s'ka kthyer gjë. Tani, Macroni, o gulla dëgjoj. Ti tani në këtë histori, vlla,
këta u futën luft me Izraelin, as nuk ju morën mendim, as nuk ju thanë, as nuk i lajmëruan në plak, që le do hymë. Fare. Tani Macron mavria, le të themi kështu mavria, edhe pse ka bombër thamore dhe ai 200-300 tesata sa ka. Pa i ka vetëm për mbrojtje. Ashtu thuat, po. Mund ta përdorin momentet të... Po jo, në legjislacionin... E di çdo të thuash. Legjislacionin francez nuk është kaq kollaj që ta përdori. Nuk është si në rastin amerikan që presidenti e merr vendimin. Ai e merr vendimin bashkë me një këshill dhe është vetëm raste kur është më e komplikuar se aq. Kur vihet në rrezik ekzistenca, pra. Po. Tani, po nuk është ky lajmi. Lajmi është mos ndoshta ka drejt Macroni mor buri shkret në këtë rast. Se thot, mi që sa morë dorën, ta na kërkoni dhe llogaritët. Po një sekond, a jemi aleat? Jo, unë do ta shikoja... Po që se jemi aleat, minimalisht mund ta emronit. Po mos a mirë për veshi sikur ne jemi ca kështu fëmijë shkollash, ke parasysh ca thuajmë valla, si quhen këto më si se nuk po gjej dot fjalën, si çerra. Ne nuk jemi çerrat e tu zotri. Vërtet të njohim që je i fuqishëm, vërtet e dim, më fal, që pa ty NATO s'ka kuptim, i dim të gjithë fuqinë amerikane, po ta mohojmë, po mos a trajto dhe publikisht si çerra, i thot ai. Të paktën a lajmëroje. Ai po i trajton si çan. Kështu që ke ti gabim. Atë i trajton si çan. Po sigurisht. Atëre tani ti ruaj lesht. Pse s'kalon mbi Francë? Ja ta them. Më fal. Pse respekton vendimin e Francës? Tani të lutem. Ti e the, unë po të them vendimin. Ore të ketë drejt mo. Ata ashtu janë mo. 77 nëse 77% dhe them pse merret me Macronin, ka dhe drejt në këtë. 77% e GDP së NATO-s është amerikane. 3 ushtrit më të mëdha të NATO-s, SBA, Turqi dhe Angli nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian. Vendet e rëndësishme të Bashkimit Evropian, Franca, Gjermania, etj. Janë vendet të cilat jo vetëm s'kan plotësuar 2% e GDP-s etj, por në samitin e fundit që u bën Hollandi ishin edhe ato të cilat me cilat u përplas më shumë Trumpi për atë çështjen e famshme të 5% të tjerë. Dhe tani, është e vërtet se presidenti Trump nuk ka respektuar pra atë standardin që duhet ketë në konsultacionin në rast se do përdoret neni 5 e tjerë. Por, në anën tjetër, mos harro se idenë për të krijuar një ushtri europiane dhe për të pasur pavarësi nga Amerika në çështjet e mbrojtjes e tjerë ka qenë pikërisht Franca dhe presidenti Macron që e kanë hedhur. Pra, ajo që thotë sot Trumpi, ka lidhje me Iranin, po de facto origjinën e konfliktit politik dhe të përplasjes verbale, nuk e ka me luftën me Iranin, ka një vit më përpara. Ne? Pikërisht pra me BE-n, e cila do një ushtrit vetën dhe nuk paguan detyrimet që kanë ndaj NATO-s, dhe ai thotë, më fal, thotë, unë jam ai që Amerika është ajo që ju ka mbrojtur për 80 vjet. Unë jam ushtria më e madhe e NATO-s. Unë sot po bëj një luftë atje pikërisht që ka të bëjë me energjinë, me lëndën e parë etj. Dhe ju duhet jeni gatitur në momentin që unë ju thrath apo jo? Po ka shumë kjo është. Kështu funksionon. Ju jeni ushtarë të mi thotë ai. Kështu funksionon NATO. Nuk e se është. Okej, atëre pyetja ime është NATO, tash çështja është me këtë gjë që përmend ti, ke një drejt madhe. A jemi në krizën më të madhe të NATO si nga themelimi i saj deri më sot? Si retorik po. Jo, dhe si retorik edhe si praktik. Po në akte s'ka asgjë pra. Po s'ka asgjë sepse nëse do të bëj veprimin në akte. Trumpi s'dem të vetë. Do marrë leje, se s'ka. Jo, nëse ta them unë është neni 5, neni 4 është janë konsultat që duhet marrë me aleatët. Nuk del dot vetë Trump. Dhe jo neni 5, nëse Amerika i kërkon vendeve anëtare të NATO-s që të bëhen pjesë e luftës, duke ju thirrur nenit 5 që e kanë bërë në Irak atëherë, nëse kujtohet, edhe në Afganistan. Ata janë të detyruar të rreshtohen. Nëse nuk rreshtohen, dhe këtu problemi më i madh nuk është menduar që të jetë Franca apo vendet tjera të NATO-s, si Spanja apo Britania e tjerë, është menduar se do jetë Turqia, që është ushtria e dytë e NATO-s. Nëse Trumpi e bën dhe vendet e NATO-s nuk shkojnë, de facto ne nuk kemi më NATO. De facto. De facto s'kemi më NATO, dhe nëse presidenti Trump thotë, unë nga ky moment do të dal nga NATO, nuk marë pjesë më në mbledhjet e NATO-s, nuk paguaj më për NATO-n e tjerë, de facto ne kemi përfundimin njëherë për gjithmonë të NATO-s si që kemi njohur. Kjo nuk do të thotë se s'do të ketë ushtri kolektive, se s'do të ketë mbrojtje kolektive, se edhe mund të ketë. Por NATO-n si që kemi njohur nuk do ta njohim më. Dhe këtë e thotë edhe themeluesi i NATO-s, ki parasysh që NATO është krijuar jemi pikërisht tani në datën 2 ose 3 prill të 49-s, jemi në përvjetorin e krijimit të NATO-s, sot dita që flasim.
Por e thot jo vetëm krijuesi i NATO-s, po e thot dhe vendi më i rëndësishëm dhe më i madh i NATO-s. Por Amerika nuk është prekur ndërkohë që të kërkojnë ndihmën e 95. Shiko, koncepti amerikan i prekjes Amerikës është që ku ka një bazë amerikane është Amerikë. Qartë. Kështu që edhe kjo gjëja nuk qëndron. Ku ka një bazë amerikane është Amerikë. Dhe është dëshmi që të gjitha bazat amerikane në linjën e mesme nga Qipro, nga Mesdheu e këtej janë sulmuar për ditë. Sa po i pamjet e avionëve që janë të mërë. Amerikanët pikrisht kanë shmangur deri tani, Pentagoni ka shmangur pjesën formale të thirrjes së aleatëve në Tyrezë, por nëse Amerikanët do ta bënin formalisht duke vajtur në Këshillin e Atlantikut, në Bruksel dhe do thonin mbas nenit 5 ne kërkojmë rreshtimin tuaj në këtë koalicion dhe ata nuk do të rreshtoshin, ne do të kishim praktikisht fundin e NATO-s një herë për gjithmonë. Ja të shohim ç'do bëhet. Data 6 decisive e hëni bie, që mbaron dhe ultimatumit. Shohim ç'do ndodhi. Deri tani vërtet Irani ka pësuar goditej se ka pësuar ndonjëherë në historinë e vet, po ndërkohë po goditen dhe Shiko, edhe kjo që Irani po pëson goditje që si ka pësuar ndonjëherë në historinë e vet dhe kjo është e pavërtet. Pse? Sepse në 9 vjet të luftës Iran-Irak, ku atëherë perëndimi ishte me Irakun me Saddam Husseinin kundër Iranit, Irani ka pësuar shumë më keq se tani dhe ka pasur 1 milion të vrarë ajo luftë. E megjithatë, infrastruktura nuk është goditur kështu. Është goditur kështu dhe më keq. Paktën nuk janë goditur pikat nevralgjike pra. Pikat nevralgjike dhe më keq, po të them që në atë kohë nuk i shikonim dot se s'kishim këtë. Bravo. Këtu pastaj është histori tjetër. Kjo është që ne nuk i shikonim dot. Ajo është në vitin. Ajo ka vajtur nga 88 deri në 89, 9 vjet luftë. 9 muaj luftë. 9 vjet nga 89. Jo, nga 88-a, jo. Nga 80-ën 89, më falë. Dakord. Nga 80-ën 89, 9 vjet luftë dhe filloi si një luftë ku Saddam Husseini doli, siç bënte ato show-t e vet. Lufta Irak-Iran po flet tani. Lufta Irak-Iran, Saddam Husseini doli dhe ka pas 1 milion vrarë. Po mirë se ka qenë luftë me ushtar vëlla. Me ushtare, me avione, me raketa, me të gjitha dhe Saddam Husseini ishte partneri numër 1 i perëndimit atë kohë, i padyshim. Doli dhe tha unë për 2 javë do shkoj ha akullore në Bagdad, në atje në Teheran. Edhe ajo luftë zgjati gati 10 vjet dhe ka pasur drama shumë të mëdha se këto që po. Kush e fitoi atë luftë fakulla? Irani. Irani fitoi. Si rrjedhoja asaj lufte, Iraku që kishte 400 miliard dollar depozita, mbaroi gjitha depozitat ekonomike dhe tha unë tash do shkoj të marr naftën në Kuvajt sepse kuvajtianët nuk ma dhanë, ndërkohë që Kuvajti është pjesë e Iranit. Pushtoi Kuvajtin në 90-ën. Kjo gjë çoi pastaj koalicionin më të madh perëndimor që është krijuar ndonjëherë që quhen 7 aeroplanmbajtëse në Oqeanin Paqësor dhe përzuni Iranin, pra u bë lufta në Kuvajt, përzuni Iranin në Irakun në 91-shin nga Kuvajti dhe çuan sërish në Irak. Aty filluan problemet e Saddam Huseinit deri në 2003-shin, pastaj që ndodhi pushtimi definitiv dhe rënia e Saddamit dhe pastaj në 2004 kemi Saddamin që përfundoi me litar në qafë. Ja dëgjojmë pak. Litari në qafë çan nuk është shirësishëm, se është një sinjal. Pse me litar në qafë? Mund të pyesësh kush dënohet me varjen litar në qafë. Dans cette région, les Iraniens sont symbolique à retrouver et à rendre ce pilote, cet officier américain, s'il le retrouve aux autorités iraniennes, avec encore une fois la promesse de cette récompense substantielle. On parle quand même de 60 000 $ pour tout citoyen, c'est ça, qui retrouverait le corps de ces pilotes. Il y a eu plusieurs. 10 milliards d'ottomans. Voilà, j'ai lu jusqu'à $60.000 pra kanë ofruar kula. $60.000 për çdo qytetar që gjen pilotin. Tani këtu po flasim për pilotin e parë pra, atë afër Teheranit. Po flasim për pilotin e parë që ato që mungon. Ledio, sa kohë ka kjo BFM-i tani, apo është tani e fundit? Sot, para pak orësh, para një orësh. Okej. Ledio, her pas here do mblidhesh me LCI-n plak, ata janë më të specializuar te kjo pjesa e luftës, nëse mundesh. Mos harrojmë thot kullat dhe këtu ikëm tani se jemi vonë, që amerikanët i shisnin Iranit raketa gjatë luftës me Irakun që paguheshin kash për të financuar kontrat në Nicaragua kundër sandinistave komunistë. Kështu që financoni të dyja para, thot mesazhi. Do të tregoj një skenë bukur? Kemi kohë më duket? Po, 1 minutë kjo për të treguar. Jepi, 60 sekonda po. Kur bie komunizmi, bie muri i Berlinit, këtë ma ka treguar Claudio Martelli që në atë kohë ka qenë zëvendës kryeministri i Italisë dhe ministri i drejtësisë. Dhe shkon Martelli dhe bën një vizitë në Berlin dhe viziton dhe trupat amerikanë atje dhe i organizoi një darkë me komandantin amerikan në Berlin, general me 4 yje.
Dhe në darkë, duke përshkruar këtë gjë, duke qenë që Martelli vinte nga Partia e Kraksit, Partia Socialiste, kishin pasur lidhje me gjithë këto Si kishte emrin? Martelli. Martel. Claudio Martelli. Mos ngatoni me konjakun, kujdes. Ma ka treguar vetë, këtë ngjarje. Dhe një moment i thot Martelli, i thot këtij generalit amerikan, i thot shikoj, thot se shqyqyr që mbaroj kjo lufta, thot se tashmë do hapet demokracia, do ndryshon gjithë. Dhe generali amerikan i thot shqyqyr që mbaroj, thot se këto 40 vjetë që ka qenë komunizmi, qas nga kanë pas syte, qas nga kanë gjuhë veshët, thot e kemi bë dhe hunde vesh, kru vedhëm kemi duru çdo lloj pislëku, i thot. E Martelli më thot më kujtohet se kishte përande nga Amerika Jugut, se atje vërtet janë bërë shumë pisligje, thot, këto grupet me kontraset e këto. Po në fakt? Edhe i thash, tha, këtë drejt general, në Amerikë të Jugut, thot, qas kemi duru, qas kemi bërë. Edhe i thot ai generali Amerikan, thot, i thot, zëvendës kryeministër, presidenti, thot, pak më afër, thot. Unë atë moment nuk e kuptova, thot, po kur më tha pak më afër, e kishte pas fjalën për ne, tha në Itali. Dhe pastaj filloi rënia e... Edhe kujt i referoi? Politikanëve në Itali që pastaj nga 92 ranë gjithë, domethënë, Kraksi e Andreotti e tjerë, se ky kishte Kraksin shef politik, vinte nga Partia e Kraksit. Ora është 22:11 minuta, isha me Lirkullën, zënja zotrinj, Warthog që quhej ky avioni, Warthog quhej. Po duhet ta lexoj se Domethënë shkruhet ose. War domethënë luftë dhe Thog i thon derit. Po, Pra që i bie të jetë lufte. luftë e derrave apo jo? Jo, është der lufte. Der lufte. Është der lufte. Quhet avioni F-10, der lufte. A10. A10 thash F-10. A10 ishte? Po F-15, A10, po. A10. A10 Warthog. Po s'ma Emër celulari paska. Po kështu i ke shkruar, se di, se lexova. Se ma Thog i thon Thog shkruhet o letja? Duhet ta lexoj se çashtu, se dog është qend, domethënë. Po pra dog është. Po varet se çka ke shkruar. Po këtë rast i bie der lufte. Po pig është der, po nuk e di. Pik është deri pra. Kështu që ja